E kujt nuk i pëlqejnë diamantat, hajtë vish të regom një kujt. Edhe pse thuhet se diamantet janë shoqet më të ngushta të neve femrave, unë e besoj që edhe të meshkujve. E ndjekim bashkë në vjem një material i cili na sjell më shumë detaje për dyqanin të cilin ju mund të zgjedhni dhe mund të shihni koleksione të ndryshme të bizhuve me diamanta nga më të ndryshmet. Se për çka e kam fjalën, e ndjekim materialin e radhës. Kur flasim për të bukurën, janë disa detaje që e kompletojnë atë. Një prej tyre mbetsin definitivisht solid. Deri vonë jemi mësuar që trendin e stolive dhe diamantëve ta kemi të bartur nga jashtë. Mirë po prej disa muajsh, gjërat kanë ndryshuar dhe kjo fal brendit të parë shqiptar të diamantëve, Flori Diamonds. Përfaqësuesja e brendit, koreografja Reze Qereti, na hapi dyert të showroomit në Veternik të kryeqytetit. Kjo krenarisht shqiptare e regjistruar dhe mbrojtur ndërkombëtarisht përmes organizatës botërore për pronësi intelektuale e ka zënë fillin e piknisjes në një datë simbolike. Është brendi i parë shqiptar i diamantëve me burë të çmuar në Prishtinë, me një eksperiencë 35 vite në këtë fushë. Data është përzgjedhur me një arsye shumë të fortë, duke e ditur që është 28 nëntori dhe na përfaqëson neve të gjithëve si një shqiptar, po ashtu dhe emri edhe ngjyrat janë përzgjedhur kuqezi. Si qëllim, Flori Diamonds e ka të prezantojë bukurinë shqiptare, traditat, motive shqiptare dhe të gjitha reklamat do të i gjirojnë dhe do të i reklamojnë në trojet tona. Përpunimi të gjitha stolive bëhet me një kualitet dhe standard shumë të lartë. Prodhimi bëhet nga njerëz me traditë familjare, teksa me numër të certifikatës apo kodin QR, ato mund të verifikohen në çdo kohë online. Të gjitha stolitë janë të përpunuara me një standard mjaft të lartë. Si karakteristikë janë diamantët me ngjyrë të bardhë dhe diamantët me ngjyrë të cilët quhen fancy diamond. Ata kemi emerald, safir dhe rubin. Po ashtu dhe ari 18 karat, të cilën e përdorim vetëm për lidhjen e burrëve. Po ashtu, gurët e çmuar apo diamantët të cilët i kemi në showroomin tonë tani në Prishtinë, ata janë të certifikuar në bazë Amerikë nga Master of Diamonds Institute. Kur flasim për diamantët, të gjithëve mund të na asociohen me luks, shpesh të paarritur nga një pjesë e madhe. Flori Diamonds në gamën e stolive ka dhe të atilla me çmime shumë të përballueshme. E vërtet, të gjithë ne mendojmë që nuk mund ta kemi një diamant, por Flori Diamond ofron mundësi për të pasur secilin një diamant. Atëherë ne kemi disa unaza me burë të çmuar, të cilat mund t'i dhurojmë për raste të veçanta, për propozim të fejesës, martesës, apo dhe ndonjë ditëlindje. Atëherë këto fillojnë nga çmime 300-400 euro e më tepër, dhe kemi edhe çmimet tjera të cilat në bazë të dëshirës dhe preferencës mund të porositin. Një tjetër karakteristikë është fakti që stolitë mund të krijohen edhe sipas kërkesave specifike të klientit. Të njëjtat mbërrin për 10 deri 14 ditë dhe po ashtu janë të pajisura me certifikat. Duke pas parasysh që jemi prodhues të stolive me burë të çmuar, atëherë Flori Diamond të ofron që mund të krijosh në bazë të dëshirës tënde një unazë të cilat të pëlqen ty, të jetë personalizuar dhe veçantë vetëm për ty. Atëherë brenda një kohe 10 deri në 2 javë, Flori Diamond arrin t'ja sjellë juve dëshirën tuaj që e keni në mendje, të realizoni dhe ta bëni reale. Është momenti që të njihemi me një nga qaforet më unike. Një nga diamantët më të veçantë të Flori Diamond është diamanti me shqiponjë, me diamant të bardhë dhe me diamant të zi, e cila na përfaqëson neve si shqiptar. Atëherë dhe mundëm ta shohim së bashku. Koleksionet e para të Flori Diamonds janë lidhur me lëvizjet e baletit, siç na tregon koreografja Reze Qereti, që është përfaqësuese e brendit. Duke i pasur parasysh karakteristikat e diamantëve, atëherë pasërtin, qiltërsin, besnikrin, elegancën,
Të gjitha këto i mbartë në vete edhe arti i bukur i baletit, kështu që koleksionet e para të Diamond i kemi bë me anë televizjeve, përmes artit të televizje, duke i përformuar çdo produkt dhe çdo koleksion përmes lëvizjes. Përpos showroomit në Veternik, Flori Diamonds do jetë një tjetër pikë në pak ditë. Adresën tashmë e dini, krenaria shqiptare, Flori Diamonds, ju mirëpret. Dhe mund ta gjeni edhe në Prishtina Mall së shpejti.